prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë që nuk i ka da në ceremoni gratë e veta. Nuk i ka da në ceremoni gratë e veta. Sikur për shembull plot për njerëzve, kur vjen për shembull diçka mi kry punë gryes vet, apo e thirr gryave vet, hajde shkojmë filan vendin apo alan vendin, apo do një dëshirë, i nxjerr 1, 2, 3 deri në 1 milion arsye, apo nëse e thirr dosti, nëse e thirr shoku, po s'muj me refuzuket. Apo dhe kjo është për përmbysjes. Do të thonë ka qenë në kundërtën. Dëgjoni këtë rast. Tasin e ka transmetuar Imam Muslimi nga Anas ibn Malik radhiyallahu an. Thot një ditë për ditëve, ka një njeri ka qenë prej Persisë. Ka ditë me bë ushqimin mirë, ka qenë kuzhinier i mirë. Dhe njerëzit zakonisht, ai i cili e di kuzhinën mirë, nuk e refuzojnë, apo që kur njeri që e din ushqimin e mirë, edhe të thirr ai, ti nuk e refuzon. Thot Anas ibn Malik, një ditë për ditëve erdhi një kuzhinier i mirë. Edhe i tha pejgamberit alayhi salatu sallam, ja Rasulullah, hajde me hangër. Special, hajde me hangër. E pejgamberi alayhi salatu sallam çka i tha? Tha edhe këtë gryën teme thëre. Edhe Aisha. Ai tha jo, Rasulullah, unë veç tipu do më thirr. Tha atë s'povi. Shkoja. Ardh ditën tjetër. Tha ja Rasulullah, ku mboje mek? Po pranoj, ky është që njihet për jemek të mirë. Tha ja Rasulullah, hajde buk. Tha edhe Aisha. Po thirr edhe Aisha, vina bashk. Tha jo, unë po duhet veç tyje. Atë tha unë s'povi. Para më vëzër njani për neve mi thonë rastet ndryshme, ja thirëm bashk, ja zvije, do të lashe madhe, apo? Andaj, tha, thirë edhe Aishen, tha jo. Kur erë të retën herë, tha ja Rasulullah, hajde me hangër, tha thirë edhe Aishen. Atër tha merë edhe Aishen. Atër e murë pejgamberi alayhi salatu sallam edhe Aishen, edhe shkun të shtëpia e tina, edhe hangër në bukë. Kjo çka argumenton dhe zërë? Çfarë argumenton? Ka mu dhe sa me shku, mi thonë Aishen, prit pak, shkoj t'ja kry, domon nderin këtij njerit edhe zbahet kur gjë, apo mirë, po më sa çfarë donte, që mos t'i laje vet, mos t'i theje ndjenjat e grave të veta. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte shumë i kujdesshëm që mos t'ua lëndonte ndjenjat grave të veta. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk i haronte gratë të veta edhe kur ishte në etikaf. Etikaf, çka do të thonë itikaf? Mu mshel në xhami për hir të Zotit. Këta zakonisht pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka bë në Ramazan. O mshel 20 ditë, o mshel 10 ditë. O mshel, çka do të thonë mshel? Ja kanë pru bukën aty mrena, veç u fal edhe u lut, veç u fal edhe u lut. S'ka dalë hiç jashtë. Hiç s'ka dalë jashtë. E nëse ka pas ndonjë nevojë, e ka çel dritarin, ja kanë dhënë nevojën edhe ka i mrena në xhami pejgamberi alayhi salatu wasalam. Një ditë për ditëve ka ndodhur me qenë pejgamberi alayhi salatu wasalam në itikaf. Edhe ka ardhur me vizitue Safia. Ka ardhur me vizitue Safia. Dhe shkon itikafi është vepër e madhe. Mu mshel vetëm për Allahun te bareke ve teala. Ajo që orvatën me bë murxhit, priftat. Mu mshel tan jetën. Në Islam nuk e kena tan jetën, sepse ne në Islam i kemi balancët. S'mundesh tan jetën. Andaj dalin skandal pas skandali. Pse ju dalin skandale? Sepse e kanë prish normën e Allahu xhelala ligjin e tërshmërinë. Mos u mundon me bë diçka që s'mund me bë pejgamberi alayhi salatu vesselam. Atë kur njëri për njerëzve tha në kohën e pejgamberit alayhi salatu vesselam, unë kur smartona, unë veç agjëroj. Apo unë tha nuk ha kurr mish. A tjetër tha unë splej veç falla. Çka tha pejgamberi alayhi salatu vesselam? Tha jo, kjo është rruga ime. S'mund njëri me bë. Sepse na e kemi për qëllim ta njëjtën. Andaj shikoj ishte në itikaf. Ardhe vizitoj Safia. E tash pejgamberi alayhi salatu vesselam për me lanë mu këthi vetë, se kishte pak ma largë shpijen, qka bani pejgamberi alayhi salatu vesselam, dul për itikafit, e mur grujën e vetë, edhe për e përcjell të shpija. Në terrin e natës. Në terrin e natës. Tu shku rrugës, sahabët e kanë ditë se për nësa më në itikaf. S'është jashtë. Oj mshel. Për momentin oj mshel. Nuk del jashtë. Edhe e kanë pa një njeri i ngjan pejgamberit alayhi salatu vesselam me tani gruje. Gratë e pejgamberit alayhi salatu vesselam kanë qenë të mbuluara me perçe. Apo tani nuk kemi për me shpjegu këtë dispozit, mirë po gratë e pejgamberit kanë qenë të mbuluara me niqab, si ka pa kurkush kur ka zbrit perça. Edhe pse shumica ulemave kanë thënë, kjo është e veçantë për gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kur i kanë pa këto sahabe kanë vrapue. Pra, nëse është pejgamberi mos ta munojna.
Atëherë pejgamberi alayhis salam i ka thënë: "Ala rislikuma, nalu." Ka thënë: "Kjo Safia, gruaja ime." Ata i ka thënë: "Ja Rasulullah, subhanallah, nuk na shkon mendja diçka." Atëherë tha pejgamberi alayhis salam: "Shejtani çarkullon te biri i Ademit, ka çarkullon gjaku. E une u friksova që mos të hedhe shejtani në zemrat e juve diçka e të shkatroheni." Apo, komo si e ka e mërë tash këtë gruje për mësëra, sa e ka dalë biti kafit, e ka përcjell grunë e vetë deri tek të shtëpia. Kjo çka argumenton dhe zërë? Çka argumenton? Por shembull, që ta kuptosh këtë rast. Për mësa mu mshelë në gjami, u konë për nga mberë. Ketë me dinja e kanë di që tash më mshelët. Mirë, po kur vjen gruja, kur vjen ajo e cila është e thyshme, ka nevojë për krajën tane, ajo ka ardhur me vizitu, ka vënë muhabet, e ka kryer muhabetin. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Tamam, tash ne po të përcjellë në shtëpia." Ne kur jena do një punë, njëri pin çajtor thotë: "Mos u mthirr se tu mpengue." Se ki atë komentu këtë dunjaje, çka atu ndodh në Ukrainë, çka ndodh me Covidin, çka atu ndodh me botën. Mos u mthirr se tu mpengue. Pse më kon tu fal, itikaf, i mshelt, ka thënë ka dalë Safia të përcjellë. Andaj nuk ban burri me kallxu burrninë në diçka çka so burrnia ajo. Burrnia me tregu respekt. Burrnia me diçka jo lëndohet. E këto lëndime me i mjekue dhe mos me lan që ata mu nije të thyshme. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith: "La tadribu ima Allah." Mos i goditni robreshat e Zotit. Pejgamberi alaihi salatu wasallam thot Aisha radhiyallahu anha: Kur asnjëherë s'ka çu dorë mbi gruaje. Apo e parajmë ligjratën e parë se komenti i fjalës Allahu xhelalu ala për gratë: "Wadribuhunna", ndonjëherë goditni, sahabët që kanë kuptu kanë thënë me misfak. Ndërsa Aisha thot: "Kur pejgamberi alayhis salatu wasalam s'ka çu dorë mbi gruaje." Ti mundesh me mita ta me po në spital, po so burrnia ja. Burrnia me dorue. Që ta shohim durimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thënë alayhis salatu wasalam: "Istawsu bin nisa'i khaira." Këshillohuni me gratë juve, sepse gruaja është krijuar nga briri. E gjëja më e shtrenjtë te briri, cili ajo më e larta. Allahu ja ka kriju Hawan pi brinit të Ademit. Brini, e keni pa? Hini atje në YouTube e këshifni. Ai brini ma në altë o ma i lakumi. Pi që ati e ka morë Allahu gjiluala. Apo? Që tjetë ngatë. Thot alayhi salatu selam: "E ma i shtremti, pjesa ma e shtremtë është ma e naltë. Pi që asaj është krijuar." Thot pejgamberi alayhi salatu selam: "Fa in dhahabta tuqimu kasarta." Me bati me provu me drejtu brinën, merë një brinë, mundesh me të kafshë apo diçka, provoj me drejtu, ajo thehet. Nëse ti munoj grujën me bë burr, pejgamberi që ka thënë, e me thi çish i bie me bë talak. Apo shpesh njerëzit nuk dinë se si mu sill me gratë vetë, mundon ajo ta kuptojë si burr, ajo s'kupton si burr. Po pas ka burrë kish bë burr Allahu xhelalu ala. Shikoni Maryemën alayhi salatu wassalam. Maryemi është një ndër 4 gratë më të mira në botë, po s'mundet me dal për faktin që është gruaje. Kur ja ka hedh Gjibraili Isën në mitër, çfarë ka thënë? Ja lejteni mitu qabla dhalik. O e mira, unë të kisha dek para kësajna. Pejgamberi nuk e thot këta, burri nuk e thot këta. Megjithëse ishte grua e vlefshme, grua e xhenetlike pikë kësaj dunjaje. Nana e Isait alayhis salatu wasalam, megjithatë s'pat mundsi me dal prej gjendjes së gruas. Andaj pejgamberi alayhis salatu wasalam këshillonte që njerëzit të sillen mirë me gratë e tyre.